نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut në hijen e fjalëve të Allahut Dhul Jalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutur Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve nga azapi i xhehenemit të na shpëton Gjennetul Firdausin nasib të na bë. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, suratu Ibrahim. E posaçërisht në hijen e ajetit që përcolla para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Jalal që frimarjet tonë, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Gjennetul Firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Jalal ka kriju njeriu në formën më të bukur dhe ka pajisur me tru, me ment, me të logjikuar. Pos asaj pejgamberi ka dërguar, pos asaj Kur'an pejgamberit i ka shpall që t'jese Kur'ani me njeriun deri në ditën e fundit. Pra, na shoqëron Kur'ani Kerimi, na shoqëron Islami në çdo lëvizje, në çdo fjalë, në çdo vepër. Kur'ani ne ke me vete. Kur'ani të thot, bëje këtë se është e mirë, mos e bën këtë se është e keq. Kur'ani Kerimi thot, kur ta takosh vëllaun tënd, jepi selam. Pejgamberi pastaj thot, jepi selam me buskeshje, se buskeshja yte ndaj vëllaut tënd është sadaka. Kur'ani Kerimi thot, mos ecni në sipërfaqen e tokës me mburje, me krye lart, me ndje madh, Allahu nuk e don. Pra, tema është dikun tjetër që Kur'ani Kerimi në përcjell hap pas hapi. Dhe ai që e ka Kur'ani Kerimin hartë të jetës vet, po tash ka navigacion. Edhe ai që e përcjell navigacionin e gjen vendin. Ai që nuk e përcjell e humb rrugën. Shembulli është shumë me dallim të madh, nga se Kur'ani Kerimi nuk i përngjan asnjë send, por një shembull të thjeshtë e marrim. Andaj Allahu Dhul Jalal na ka thënë pejgamber, na ka dërgu Kur'an, pejgamberi na ka lënë mësimet, porositë, ndalimet, të cilat ata që janë të dobishme ne ka porosit, ata që janë të dëmshme ne ka ndalu. Do të ishte fatkeqësi që ky njeri ta humb rrugën, ky njeri të devijon.
Pos njeriut, Allahu Dhul Gjelal ka kriju melek. Pos melekve ka kriju gjin. Pra, dhe vilukul, ata që kanë mend dhe që logjikojnë dhe që dinë dhe që janë të ngarkuar dhe të obliguar, janë melaqet, njerëzit dhe gjinët. Melekët e njujt nuk kanë potencial për të bon keq. Ata në të kurdisur vetëm mirë. Nuk ban. Meleku nuk gabon. Meleku gjunah nuk ban. Melek. E tash, kush është në pyetje? Njeriu dhe gjinët. Njeriu dhe gjinët kanë potencial të bëjnë mirë dhe të bëjnë keq. Kanë të drejtë të zgjedhin të mirën, po si të duan të keqen, janë të lirë. Nga mesi gjinve, Allahu Dhul Gjelal ka kriju shejtanët. Pra shejtani është prej gjinve. Mbaj mend si fëmijë, si të ri, thoshin disa njerëz, shejtani ka qenë shumë i dishëm, shejtani bile ka qenë imam i melaqeve. Ja vëllai dashur. Iblisi, pra shejtan, iblisi e shejtan, i ka mbashtruar edhe melaqet. O sjell i urt, s'ka bo problem. Edhe melaqet kanë thonë, po gjuna ta lom ketë, aj ta marim mesin ton, ta marim me vete, të jetën shoqërin ton. Dhe kanë pranu melaqet shejtanin, dhe aj ka qëndru në mesin e melekve. Dhe kur Allahu Dhul Gjelal ju ka thonë melaqeve, bani sejdë nderi, jo adhurimi. Ka sejdë nderi, përkulje, nderi, që Allahu Dhul Gjelal i ka porosit melaqet që të nderojnë Hazreti Ademi. Dhe ajo përkulje më është ndaluar, as për adhurim, as për nderim. Nuk ka përkulje përveç Allahu Dhul Gjelal. Ki ka qenë rasti veçantë. Të gjithë melaqet kanë rënë në sejdë, ka refuzu iblisi. E tregon veten e vet, edhe pse ishte në mesin e melaqeve. Pasi që ishte në mesin e melaqeve, Allahu Dhul Gjelal e përfshiu edhe ata që edhe ai të përkulet. Kur melaqet përkulen, pse jo iblisi, por ai nuk pranoi, refuzoi, me Allahu Dhul Gjelal polemizoi, është historinë vete, por Allahu Dhul Gjelal e dëboi. E dëboi nga kundërshtimi që bëri. Dhe pre ati momenti iblisi armiqësohet me Ademin a.s. Armiqësi, nga se Allahu Dhul Gjelal për shkak të refuzimit të përkuljes ndaj Ademit a.s. e përjashtoi nga mëshira e tij, dhe fjala shejtan do të thot i dëbuar, rajim, i mallkuar. Prandaj ne lutemi a'udhu billahi minash shejtanir rajim. Edhe vazhdoi lufta në mes iblisit dhe Ademit a.s. sa që e mbashtroi Hazreti Ademin perfid. A i ka mbashtru me laqet e ku met Ademin, a i ka mbashtru me laqet ku met neve, a i ka mbashtru Hazreti Ademin duke qenë në xhenet, e ka nxirr prej xheneti, e ne duke qenë jashtë xhenetit mundomi të shkojmë në xhenet, inshallah, Allahu nasib në. Andaj filloi lufta, edhe vazhdon lufta. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çdo njeri ka një shejtan me vete. I tha një sahabi, në disa variante Aisha radhiyallahu anha, tha hatta anta ya Rasulullah, a edhe ti ke shejtan me vete? Subhanallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tha, edhe un kam shejtan me vete, por është dorzu eslam, do në thot është dorzu, nga se nuk ja ka qit hesapi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është dorzu shejtani, nuk mund të mbashtron pejgamberin. Madje shejtani është dorzu edhe ndaj Hazreti Omerit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Omer, kur e merr ti një rrugë, shejtani kur të shef ti e lshon udhën. S'ka mund t'i boj ball Omerit shejtani. Dhe zër të dashur, shejtani nuk është aq i aft ta mbashtroj çdo kënd. Jo, i mbashtron ata që duan të mbashtrohen. I mbashtron ato me iman të dobët, me jekin të dobët. Ata i mbashtron. Andaj ata që kanë iman,
që kanë bindje, ata nuk mund t'i mbashtron shejtani kur të donaj. Ndonjëherë njerëz jemi, mundet, ama kur i mbashtron shejtani, Allahu dhul xhelal thot, kur shejtani i mbashtron, ata binë në vete dhe kërkojnë falje. Tash vjen ajeti kuranor nga kjo sure e bekuar që na tregon përfundimin, finalen, si do të jetë. Allahu dhul xhelal thot, wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr. Shejtani që është përmend në Kur'an 66 herë. 19 herë është përmend me emrin Iblis. Gjinët janë përmend në Kur'an 29 herë. Madje që ka një sure në Kur'an, Suratul Jinn. Subhanallah, ngrihet njoni, një i çmendur, duke dhënë mend, duke tregu se ka arrit shkallë të lartë të diturisë, edhe çka bënaj e mohon ekzistimin e shejtanit. Dhe thot nuk ka shejtan, nuk ka gjin, atëhere ne këti i themi ti nuk ke mend. Mos flasim për din, për iman. Ka dalë ai njeri prej njerëzillëkut që mohon atë që Allahu në Kur'an e përmend. Atë që Allahu në Kur'an e ka regjistru, e merr guximin dikush të thot nuk ekziston, pra ai mohon një pjesë të Kur'anit. Mohimi i një pjesë sa do të shkurt të Kur'anit të nxjerr nga feja, vllai dashur. Prandaj them këtë që të mos mashtrohet dikush prej trive, po edhe ai hoxhbre, po me argumente folte, valla më mbushi menden. Ha, ku mrin e ti me mend të ati, po mrin deri te ajo që dyshoj të ketë gjin. Unë dyshoj të ketë shejtan. Pra hesti me to. U kry puna. Dyshimi në ekzistimin e gjinve, të melekëve, të shejtanëve, dyshimi çon në mos besim. Andaj vëllezër të dashur, tham, melaqet nuk kanë potencial për të bëu keq, shejtant nuk kanë potencial për të bëu mirë. Aq sa nuk bën meleku keq, gjuna, aq nuk bën shejtani mirë as që bën sevap. Nuk ka, shejtani është shejtan. Ai është i prirur në të keqe dhe u kry. Kush metet ndërmjet që ka potencial, ka mundësi të bëj edhe mirë edhe keq, të bëj edhe sevap edhe gjuna, është pra njeriu dhe xhinët. Xhinët ndahen në dy lloje, musliman dhe jo musliman, sikur njerëzit. Dallimi i xhinëve është se ato neve na shohin e ne nuk i shohim. Ata janë me numër më shumë se njerëzit. Subhanallah, xhinët janë më shumë se njerëzit. Xhinët janë të krijuar para njerëzive. Xhinët jetojnë më gjatë se njerëzit, po përsëri edhe ata përfundojnë. Andaj shejtani pra është prej xhinëve. Kana minal jinni. Allahu dhul xhelal thot ka qenë prej xhinëve. Mos thuaj ka qenë melek. Mos thuaj ka qenë imam i melaqeve. Ka qenë xhin dhe ka mbet xhin. Por me kufrin e tij, me refuzimin e tij, urdhrin e Allahut dhul xhelal është përjashtuar nga mëshira e Allahut. Allahu na ruajt nga vezveset e shejtanit. Andaj wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru. Në përmendëm xhumat e kaluara se do të merr fund kjo botë. Këto qiej do të shndrohen në tjetër qiej. Kjo tokë do të shndrohet në tjetër tokë. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo tokë në të cilën ne do të ngrihemi, do dalim në mahsher, ajo tokë do të jetë e bardhë sikur argjendi dhe do të jetë një tokë që nuk është bërë gjuna as që është derë gjak. Jo kjo tokë. Jo kjo tokë me gjithë këtë zullum që po bëhet. Jo kjo tokë me gjithë këtë zullum që po bëjnë ata që mbajnë emnat e drejtat të njerëzive, nuk e di çfarë, s'kam. U kry kjo punë. U dëshmumo me rastin e Gazës, me rastin e masakrës që nuk është e para, po inshallah tjetë e fundit. Nga se palestinezët i kanë dhënë një mësim edhe jahudis, edhe muslimanëve, edhe lindjes, edhe perëndimit. I kanë dhënë një shkollë o vëllezër të dashur. Sa që me të madhe njerëzit në perëndim pranojnë islamin.
Shkaku? Habitet. Si mundet, thot njerit i është vra e vladi, e bartën e vladin jon tabut në thes, o vlezër të dashur, të coptuar në thes, edhe thot baj selam pejgamberit se ne vazhdojmë rrugën tënde. Si mund të durën? Del një fëmijë mban ligjërat. Fëmia mban ligjërat për vlerën e Palestinës, për vlerën e Mesxhidul Aksas, për vlerën e xhihadit. Fëmia mban ligjërat. I plagosur, i raskapitur, i zhveshur, i urritur, pa kulm. Gjithë fëmija i kanë kalu në botën tjetër, shahid inshallah, a i mban ligjërat burnia. Subhanallah. Prandaj ato të hujt, kur i shofin këta, nuk ashtë e mundshme. Prej ka e marën këtë energji, nga e marën këtë fuqi, nga e marën këtë guxim. Vinë në përfundim, Islami të bën burr, Islami të bën njeri, Islami të bën trim, Islami të mban. Përveç Islamit nuk ka tjetër, o vëllezër të dashur. Ti lëm ato parollat. Del njoni, turku na ka bë me zarr, e i ka shti me zarr, e na ka bë musliman, si ti është pishmon, hec vëlla. Hec si që janë të hec do shok tujt. Hec. Apo thënë çdo kush kthehet në originalin e vet. Ata në original nuk janë musliman, po janë shitur musliman, e tash kthehen. Subhanallah. Tem e çuditshme. Fjalën e kam se në perëndim me të madhe pranojnë Islamin për shkak të fjalimeve të fëmijëve, të guximit të muslimanëve. E pranojnë Islamin, nuk ka vetëm Islami të bën kështu. S'ka tjetër filozofi, tjetër ideologji, nuk ka. Islam dhe pik. Andaj kur do të përfundoj dhe kur do dalin besimtarët dhe kufarët, të masakruarit dhe kriminelët, farikun fil janna wa farikun fis sa'ir, ndahen mo e bardha e zeza. Farikun fil janna, një grup do të merr rrugën për xhennet, Allahu nasib na bëj. Wa farikun fis sa'ir, grupa tjetër në xhehenem, Zoti na ruaj. E kur do të përfundojnë, xhenetlit në xhenet, xhehenemlit në xhehenem. Mirat e xhenetit janë shteme xhane e gjatë, po e kam fjalën përfundimi do tjetë ata që i kanë mbashtru shejtani, që kanë shku pas shejtanit, ku e kanë vendin? Ata që kanë shku pas Kur'anit, pas pejgamberit, ku e kanë vendin? Fil gjenne. Ata që kanë shku pas epshit, interesit, shejtanit, nefsit, ku e kanë vendin? Fis sa'ir, në xhehenem. Kur do të përfundon, e keqja dhe më e keqja do tjetë se shejtani do t'ju mbaj një ligjërat atyre që e kanë ndjekur shejtan. Ligjërat mjerimi. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru. Allahu dhul jalal thot, do të thot shejtani kur të përfundoj mo çështja, inni wa'adtukum fa akhlaftukum. Do të hip në një mimber për zjarri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në xhehenem shejtani do të ngrihet një bin për zjarri dhe do të hip shejtanin mbin dhe do t'ju mbaj fjalim ushtarëve vet, të mbashtruarve që i ka mbashtruar, do t'ju mbaj një fjalim mjerimi, inni wa'adtukum fa akhlaftukum, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allahu ju ka premtu premtim të vërtet. Allahu ju ka premtu, pejgamberi ju ka spjegu premtimin e vërtet. Ai që shkon rrugës Allahut dhe rrugës pejgamberit e ka vendin atje në lumturi. Allahu ju ka premtu, por ju se keni ndëgju. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Unë ju kam premtu, po ju kam mbashtru. Allahu ju ka premtu dhe ka realizu. Allahu premtimin e vetë ka realizu.
wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan tahiyyatuhum fiha salam. Kur do hinë në xhennet, Allahu dhul xhelal do të inshallah na bën banor të xhennetit. Kur do futemi në xhennet, Kurani Kerimi shpjegon. Thot me gjitha të mira që syni s'na i ka pa, veshi s'na i ka ndëgjuas, që i ka imagjinu ndonjëherë, përshëndetja çka do të jetë selam. Melaqet kanë me thonë selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Paqja, rahatia, lumturia qof për ju. Oh, sa përfundim i mirë është ky xheneti. Sa përfundim i mirë, sa i këndshëm. E këto kësajane që ju ka premtu shejtani vetë do të thot wa atukum fa akhlaftukum, unë ju kam premtu po ju kam mbashtru. Me çfarë logjike nuk e keni ndjekur premtimin e Allahut që ju ka kriju, që mend dituri ju ka dhënë, që gjitha të mira, me gjitha të mira ju ka furnizu, nuk e keni besu premtimin e Allahut po premtimin tim. Subhanallah. Wa attukum fa akhlaftukum wa ma kana li aleikum min sultan. Do t'ju thot atyre, unë nuk kam patur dhe një forcë, nuk kam pas dhe një pushtet mbi ju, vetëm ju kam mbashtru. Wa ma li aleikum min sultan, nuk kam pas pushtet, vetëm vezvesi ju kam dhënë, ju kam mbashtru. Fastajabtum li, dhe ju më jeni përgjigj mua. Gjitha to argumente kuranore, gjitha to argumente pejgamberike, gjithë këtë trunë të kulluar që Allahu ja ka dhënë njeriut, edhe prap mbashtrohet. Subhanallah. O vllai dashur, është një zakon i vozicit. Kur vozitin, kur shofin, ja ndeshe, ja kallabëllëk, ja sabraqaj, diçka, çka bëjnë? Blindirate, blindojnë. Ja bën me isharetat, ajo është solidariteti i vozicave, i kallzon njëri tjetrit, edhe si të blindon 1, 2, 3, ti thua ka dale. Ja ndal pak shpejtësinë, edhe bo shumë i kujdesshëm se të kanë blindu vozicat. Po Kurani Kerimi sa është na blindu neve, sa është na tregu neve, se jetë shku në rrezik, mos bën gjuna, se një ditë do smuhesh, një ditë do vdesish, një ditë do dalsh para Allahut dhul xhelal. Gjithë ky Kur'an edhe prap vazhdon në atë shpejtësi, pa kontroll, po Kurani që thotë ngadal. Kurani Kerimi që thotë ndalu se gabim je, vazhdon. Pra shejtani do ta thot fjalën e vet, fastajabtum li, ju më jeni përgjigj mu. Edhe unë do të thoshet jam habit, si më keni marë mbrapa mu. A keni pas mend? E fundit, fala talumuni wa lumu anfusakum. Mos më shani mua, por shani vetë. Mos më mallkoni mua, se i mallkuar është. Mos më mallkoni mua, unë jam i mallkuar, do të thotë shejtani. Mallkoni veten e juaj që keni shku pas të mallkuarit. E ai që shkon pas të mallkuarit është i mallkuar. Ai që shkon pas të bekuarit, ai është i bekuar. Andaj do të thot as unë nuk mund t'juve t'ju ndihmoj, as ju mua. U krij, mos pritni prej mua. Mos më shani mua, shanje veten. Inni kefertu bima ashraktum bi, unë e mohoj ata që ju më keni shoqëru, më keni ndëgju, unë i bini qarë, unë nuk e pranoj, vete keni zgjedh. Allahu dhul xhelal na e tregon o vëllezër të dashur këtë situatë shumë qartë, se fjalimi i shejtanit në mimberin, në binën e zjarit, do t'ju drejtohet atyre që e kanë ndjek, që i kanë shku mrapa, ata do të bëhen pishmon, mjerimi do t'jeti math, po nuk do të bën dobi. A ditë pendimi, mjerimi, vajtimi, nuk ban dobi. E kur ban dobi pendimi, sot vllai dashur.
Nëse të ka mbashtru shejtani, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe e pja besën vetë vetës, e pja besën Allahu dhul gjelal, se ma nuk e ndjeki shejtan. Allahu dhul gjelal në ka tërhegur vërejten, wala tattabi'u khutuwati shejtan, mos i ndjek një gjurmët e shejtanit, mos i shkoni mbrapa shejtanit. Pastaj në ka të regu se ka dy lloj shejtan, ka shejtan prej gjinve dhe shejtan prej njerëzive. Subhanallah, shejtan prej gjinve që mundohet njerëzit t'i largon musliman, t'i largon prej dinit, t'i largon prej namazit, t'i largon prej agjërimit, t'i largon prej respektit të prindërve, t'i largon prej edukimit të fëmijëve. Mundohet shejtani qatë punë ka, ai shejtani i gjinve. Por shejtani i njerëzive e lunë rolin edhe ai sikur të gjinve. Edhe ai njeri që të urdhënon ka e keqe, ai njeri që nuk të merr për dorë, ai shok i ri i yti që nuk të merr për dorë në xhami, që nuk të ndihmon në mësim, që nuk si harriqon në dituri, që nuk të mëson në moral, ai të mëson të kundërtën. Thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nga se Allahu dhul gjelal thot në fund, minel jinneti wan nas, është ajeti fundit në suretun Nas. Thuaj kul a'udhu bi rabbin nas, thuj kërkoj ndihem dhe mbrojtje tek Allahu, Zoti i gjithë njerëzit. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Ai është krijuesi, ai është Zoti, ai është që meriton të adhurohet, Allahu dhul gjelal. Min sharri l-waswas el-khannas, që të më mbron nga sherri i atij që jep vezvese. Vezvese do më thonë shtin fitne, qoftë minel jinneti wan nas, qoftë prej gjinve apo prej njerëzive. Zoti na rujt, i lutemi Allahu dhul gjelal të na mbron edhe prej shejtanit të gjinve, që ka prej ardhjen prej iblisit, edhe prej shejtanëve të njerëzive. Së pari lutemi për ata njerëz, për ata musliman, të cilët deri dje kanë thonë jemi musliman, e sot janë bë pishman. Ne lutim Allahun dhul gjelal që të rikthehen në të vërtet. Nuk themi të konvertohen. Këtë fjalë përdorin disa njerëz, një angles, një gjerman ishte konvertu në islam. Jo vllai dashur, ai që pranon islamin nuk është konvertim. Me argument, pse? Sa i ka qenë musliman. Ai ka qenë musliman. Kullu mauludin yuledu ala fitra. Çdo fëmijë që lindet në natyrshmërinë e fesë islame. Thumma abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisan. Pastaj prindët, shoqëria, kështu me radhë, ata e devijojnë. E bojnë ose magdubi ose velet dalin, ose që është Allahu i hidhruar, që janë jehudët, edhe ata që kanë humbur rrugën, që janë të krishterët. Është e vërtetë, është Kur'an kjo. E pra, ata që rikthehen në islam, thamë të perëndimit me të madhe, rikthehen në islam, se janë lind musliman, kanë qenë musliman, i kanë konvertu, ata kanë qenë të konvertuar, e tash i kthehen originalit, pra i kthehen islamit. E ai që le islamin konvertohet, ai që pranon islamin nuk konvertohet, por rikthehet në dinin original, në fenë e vërtet. Pra me të madhe perëndimi, me të madhe pranojnë islamin. Inxhinier, doktora, psikolog, me shkolla të larta, profesor, e pranojnë islamin. Na del një bilmes, një analfabet këtu të ne, thot ja më bol kam qenë muslimon, hez, shko ka kenis, stakfirullah. Me gjitha to, ne si musliman, përsëri lutemi të gjitha ta që gabojnë ndaj islamit, Allahu i përmirësoft. Të gjitha ta që gabojnë ndaj islamit, Allahu i përmirësoft. Por detyra e muslimanëve është që ta tregojnë të vërtetën, që të mos mbashtrohen rinia, të mos mbashtrohet rinia me fjalët e tyre të gabuara, të pabaza, nga se ki Kur'an është shumë i qartë.
hadithet e pejgamberit i kemi me vete. Elhamdulillah, rinia ka çka të lexon, ka çka të ndëgjon dhe ka tru që ta dallon të bardhën nga e zeza, të mirën nga e keqja, hidajetin nga dalaleti. Ka potencial ta dallon, përveç atyre që nuk duan ta lodhin trunin e vet, që janë hazërgji. Wallah, po edhe ai ishte kon hoxh bile, edhe ai bile kishte mësu, po ja që ka deviju, subhanallah, ka deviju, kry. Allahu ju dhëzoft të gjithë inshallah. Lusim Allahun dhul xhelal, Allahu të na mbron nga vezveset e shejtanit. Allahu të na mbron nga vezveset e shejtanëve, qofshin prej gjinëve, qofshin prej njerëzve. Elhamdulillah që Zoti na ka udhëzuar në këtë din. Elhamdulillah alladhi hadana li hadha. Allahu t'ja dim për shqyqyr, falenderim, hamd që na ka zgjedh në këtë din. Jemi lind musliman, të mundohemi të jetojmë si musliman dhe t'ja dorëzojmë shpirtin Allahu dhul xhelal me fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Thot sallallahu alaihi wasallam, ai që ndron jetë me këtë bindje dakhal al janna, ai xhenetin e ka të garantuar, edhe nëse ka gabuar, edhe nëse ka shku pa penduar, ka atje një pastrim kimik, Zoti mos na sprovoft, ama ai që ka ndru jetë me shahadet, me bindje se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber, se Isa alayhis salam është robi i Allahut dhe i zgjedhur i tij, se pasi vdesëm do ringjallemi, neve Allahu na bëv banor të xhenetit. Lusim Allahun dhul xhelal rinin ton në islam ta udhëzon. Pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të samurit ton t'i sharon, të burgosurit ton të pafajshëm t'i liron. Vëllezërve, motrave muslimane në Palestinë, Allahu t'ju ndihmon. Zullumqarët, të gjithë ata që ndihmojnë dhe ata që heshtin, edhe ata janë zullumqarë, edhe ata që heshtin janë të barabartë. Turp që tjese botës të quajtur muslimane, jo popullit, udhëheqësive, turp që vjen. Ngrihet Afrika e Jugut pa dit Izraelin. Në gjyqin botror, Afrika e Jugut. Ku janë muslimant? Ku janë muslimant? Subhanallah. Prandaj vëllezër të dashur, Islami nuk është vetëm me emën, por është me vepra dhe me zemër. Edhe njëherë lusim Allahun dhul xhelal, neve dhe familjet tonë, dhe mbar musliman, nga çdo vështirësi, nga çdo telash, nga çdo fatkeqësi e kësaj bote dhe ahiretit, Allahu të na mbron. Nga azapi i xhehenemit të na shpëton, siç jemi në shtëpitë e Allahut, Allahu në xhennetul firdaus të na bashkon. Ela in ahsana al-kalami wa ablaga an-nizam, kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz al-allam, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kalam, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.